Speci djegës, çfarë shkakton për kolesterolin, zemrën dhe trurin? Mjeku jep lajmin e papritur. Lajme të mira për të gjithë personat që i konsumojnë speca djegës. Kjo erëz pikante e pranishme shpesh në tavolinat tona përveç shijes, cilësohet si një produkt i vërtet për shëndetin e zemrës, trurin dhe organizmin. Shkenca thotë se kush konsumon rregullisht speca djegës riskohet më pak që të humbasë jetën si pasojë e infarktit ose iktusit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është ajo që thot një studim shkencor i publikuar në revistën Journal of American College of Cardiology. Studimi i realizuar nga një ekip epidemiologësh në IRCS Neurmont and Policajnë të Italisë në bashkëpunim me Institutin Superior di Sanità në Universitetin e Insubria të Vareses, ekspertët analizuan të dhënat e mbledhura në më shumë se 22.000 banor dhe sjelljen e tyre ushqimore për 8 vite me radhë. Shkencëtarët zbuluan se përdorimi i specave djegës në kuzhinë mesatarisht 4 herë në javë reduktonte me 23% riskun e humbjes së jetës nga të gjitha shkaqet, ndërsa në nivel kardiak rezultoi se parandalonte me 40% mundësinë e humbjes së jetës nga infarkti, ndërsa sa i takon trurit, speca djegës reduktojnë gjithashtu me 60% mundësinë që të preken nga iktusi cerebral dhe problemet të ndryshme që lidhen me shëndetin tuaj në tërësi. Speci i kuqdjegës është përdorur për mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, llapia, sëmundjet e stomakut, temperatura, probleme me tretjen, fytyrën, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci i kuqdjegës ka ndikime të tij edhe në shëndetin e zemrës. Speci i kuqdjegës është tejet mirëbërës për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterje dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton aspektin djegës të specat. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret gjithashtu edhe nga industria e mjekësisë për të lehtësuar kështu komplikacione të ndryshme dhe për të evituar problemet kundër artritit. Sa i përket kështu shëndetit tuaj të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave të kuqdjegës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur edhe në një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe duke evituar kështu problemet e shëndetit. Ekspertët shtojnë në një zëri se specat e kuqdjegës janë të mirë për shëndetin dhe çdo i rritur duhet të ketë pjesë të pandërprerë të dietave të tij. Specat e kuqdjegës kanë vlera të mëdha për organizmin e njeriut dhe si të tilla duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura. Speci i kuqdjegës është një burim kryesor i karotenoideve, antioksidant të fuqishëm këto që parandalojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Sipas informacioneve të Healthline, përfshirja e specave të kuqdjegës në rutinën tuaj ushqyese mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve. 2 lugëgjedhë spec plur djegës në varietatin plur do të ofrojë gjithashtu rreth 47% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuqdjegës janë në një burim shumë i mirë i vitaminës C, vitaminës B6, vitaminës K, manganit gjithashtu dhe fibrës, dhe konsumi i tyre me moderim në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin në luftën kundër komplikacioneve. Sa i përket përdorimit të specave të kuqdjegës, ju mund t'i përdorni ato sipas formës që dëshironi më shumë. Mund t'i përdorni të freskëta, të thata ose në formën e plurit. Atë mund ta përdorni në salca të gatimeve të ndryshme, me mish, me pul ose edhe me peshk. Niveli i nxehtësisë të specave të kuqdjegës varet kryesisht edhe nga farat që ato përmbajnë. Sa më shumë fara të ketë të pranishme në konsumin e specave djegës, aq më shumë djegje do të shkaktojnë ato. Specat djegës stimulojnë punën e zorrëve, të veshkave dhe janë të pasura gjithashtu edhe me minerale shumë të rëndësishme për organizmin.
Speci i kuqdjegës është i dobishëm për ruajtjen më të mirë të shikimit, dhe kjo fal elementeve të ushqyesve që ajo ka. Ato rrisin imunitetin dhe zvogëlojnë riskun kundër problemeve të sistemit tuaj nervor. Është më shumë e rëndësishme që t'i përfshini specat e kuqdjegës në varietetin e tyre të papërpunuar në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë mbretëslënse për organizmin, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë përdorimin e vazhdueshëm të specave të kuqdjegës, kjo si një ndihmë adekuate për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni përfitimet e specave në recetat tuaja ditore, sigurohuni t'i konsumoni ato sa më shpesh në dietën tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se specat e kuqdjegës janë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin, dhe si të tilla duhet të konsumohen në vazhdimsi. Ato janë të shkëlqyera veçanërisht falë mineraleve që kanë, veçanërisht kaliumit. Përveç kësaj, një numër i madh i fitokimikateve në specat e kuqdjegës kanë në veti antioksiduese, kështu që mund të zvogëlojnë ndjeshëm problemet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët shtojnë se specat janë të mirë për organizmin dhe si të tillë duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore. Rëndësia e madhe ushqyese e tyre do t'jetë veçanërisht e rëndësishme në aspektin tuaj shëndetësor. Ndaj konsumojini ato në formën e papërpunuar dhe në mënyrë graduale në çdo recetë në dietën tuaj. Kështu, rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë mbretëslënse për shëndetin tuaj në tërësi. Disa i mbajnë larg, disa nuk bëjnë dot pa konsumin e specave të kuqdjegës në regjimin e tyre ushqimor. Por çfarë e bën specin e kuqdjegës kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci i kuqdjegës është përdorur në mjekësinë tradicionale dhe pastruese është pikërisht ky përbërës që i mban edhe elementët e kapsaicinës në vetvete. Kapsaicina është një përbërës aktiv në shumë lloje piperi, përfshirë këtu specin e kuqdjegës. Pikërisht ky përbërës u jep shijen e tyre, shpjegon Jamie Allan, profesor i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicina qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuqdjegës, sipas dietologes Alisa Ramsey. Por cilat janë tashmë përfitimet e specave të kuqdjegës në shëndetin tuaj? Për shkak se kapsaicin rrit lehtë temperaturën e trupit, që do të thotë se djeg më shumë kalori, speci i kuqdjegës mund të nxjisë edhe metabolizmin. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve, për shkak se redukton të ashtu quajturën substancën P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak dhimbje dhe iritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë. Specat e kuqdjegës përmbajnë nivele të mira të antioksidantëve. Antioksidantët, ato substanca parandalojnë ose zvogëlojnë dëmet e qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira që gjenden me shumicë te specat e kuqdjegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Specat ndihmojnë me kongestionin. Speci i kuqdjegës ndihmon gjithashtu në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të zhbllokojë venat e gjakut në unë duke çliruar kongestionin. Ato mund të përmirësojnë edhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe gjithashtu trigliceridet, dhe ndihmon që qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë piksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Por a ka në speca djegës efekte anësore? Produktet pikante përfshirë këtu edhe speca djegës nuk janë për çdo. Nëse keni probleme me djegjen në stomakut dhe urthin pasi hani speca të kuqdjegës, duhet të tregoni më shumë kujdes me sasinë. Ushqimet pikante si specat e kuqdjegës gjithashtu irritojnë zorrët tuaja, duke shkaktuar edhe diarre. Specat e kuqdjegës duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe asnjëherë me tepritës, pasi të gjitha efektet pozitive të saj mund të kthehen në dëmet të organizmit dhe të krijojnë kundërindikacione të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.